Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Instituti i Kosovës për Drejtësi në raportin performanca e drejtësisë në ndjekjen dhe gjykimin e korrupsionit vlerëson se edhe për periudhën 2024-2025 rastet që përfshin zyrtar të profilit të lartë vazhdojnë të mbeten minimale. Sipas raportit bazuar në monitorimin e Institutit Kombëtar për Drejtësi, nga gjysej 444 persona të akuzuar për korrupsion në vitet 2024-2025, vetëm 11 prej tyre janë identifikuar si zyrtar të profilit të lartë, që përbën vetëm 2.47%. Gëzim Shala, hulumtuesi i lartë i Institutit Kombëtar për Drejtësi, gjatë paraqitjes së gjetjeve të raportit, tha se nga 11 akuzuarit për korrupsion të profilit të lartë, vetëm 3 prej tyre janë akuzuar duke mbajtur detyrën zyrtare, ndërsa 72.7% e personave të tjerë janë akuzuar vetëm pasi janë larguar nga detyra. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Joni Keta zgjidhet drejtuesi i ri i Byros Kombëtare të Hetimit. Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi propozimin e prokurorisë së posaçme për zgjedhjen e Ketës në një mandat 5 vjeçar. Më 26 nëntor, komisioni i posaçëm i ngritur nga SPAK, i përbërë nga Altin Dumani, Arben Kraja, Behar Dibra, konkludoi se Joni Keta plotësonte në mënyrë të plot kriteret profesionale të integritetit dhe pasërtisë së figurës, duke renditur atë si kandidatin më të përshtatshëm mes 6 aplikantëve që kaluan të gjitha fazat e procesit. Partia Socialiste angazhohet se do të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për çështjen e Ballukut. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të shumicës qeverisë, ministri i Shtetit për marrëdhënie me parlamentin Toni Gogu tha se qeveria shqiptare është në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese për të vepruar. Qeveria do të bëjë atë që do vendosi gjykata kushtetuese dhe që do të jetë më e mira për shqiptar, siç ka bërë gjithmonë. Në lidhje me çështjen e avokatit të popullit, Gogu garantoi se do të respektojnë kandidaturat e ofruara nga Partia Demokratike. Vendimi politik i grupit të Partisë Socialiste do të komunikohet nga kryetari i grupit parlamentar, për shkak se është çështje parlamentare, por ajo që mund t'ju them si ministër i Shtetit për Parlamentin është që shumica socialiste është kujdesur që të respektojë procesin deri në fund, në detajet e ligjit organik që e rregullon atë dhe që mos të futet, siç e keni parë, ne nuk kemi mbështetur si shumicë socialiste as një kandidat, duke respektuar të gjitha kandidatë që ka sjellë opozita. BDI në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon të rreqjen e menjëhershme të librit të gjeografisë për klasën e 7. Shkak sipas saj janë pasaktësitë në tekste ku në pjesën për Republikën e Kosovës përdoret fjala metoi. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se përgjegjësia për këtë bie drejt për drejt mbi strukturat qeverisëse të cilat përfaqësohen në Ministrinë e Arsimit dhe Komisionin për Tekste Shkollore. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin e thellë për këtë qasje tendencioze sipas saj dhe për pasaktësitë e rënda që gjenden në librin e gjeografisë për klasën e 7 të miratuar nga Komisioni Kombëtar për Tekstet Shkollore më 5 gusht 2025. BDI kërkon urgjentisht të riqet libri nga përdorimi, të rishikohet dhe të korrigjohet përmbajtja sipas standardeve shkencore dhe të politikës shtetërore. Bota. Turqia garanton Hungarinë për furnizim me gaz nga Rusia. Presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orban arritën marrëveshjen se Ankaraja do të jetë garante që gazi rus të vazhdojë të rrjedhë drejt Budapestit. Hungaria e ka ruajtur varësinë e saj nga energjia ruse që prej fillimit të luftës në Ukrainë. Ajo nënshkroi marrëveshjen 15 vjeçare me Rusinë në vitin 2021 për të blerë 4.5 miliard metra kub gaz çdo vit dhe rriti sasinë e blerjeve nga Gazprom vitin e kaluar duke importuar 7.5 miliard metra kub gaz rus përmes tubacionit Turk Stream. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.